Ndërsa Malezi feston kalimin e etapës kyçe drejt Bashkimit Evropian, Shqipëria përballet me një ngërshtëri diplomatik. Raporti i vlerësimit të përkohshëm të standardeve i njohur si IBAR, dokumenti pa të cilin asnjë kapitull negociatash nuk mund të mbyllet, është pezulluar në Bruksel. Në 2 mbledhjet e fundit të grupit të punës për zgjerimin të COELAS, më 6 dhe 13 mars, ky draft nuk ka gjetur dakordsinë e vendeve anëtare. Sipas metodologjisë së re të zgjerimit, raporti është shtysa kryesore e negociatave, por ambasadorët evropian nuk janë bindur dot me punën e bërë nga Shqipëria në kapitullin 23 dhe 24, pra themeloret, të cilat përfshin çështje me rëndësi si drejtësia dhe korrupsioni. Burime diplomatike shpjegojnë se në krye të tyre qëndron Gjermania, anën e së cilës kanë mbajtur edhe disa vende të tjera. Lidhur me këtë zhvillim që mund të sjellë zvarritje të reja në proces, opozita akuzon drejt për drejt qeverinë. Nëse i Malit Zi u votua dhe u mbyll, siç e keni marrë vesh, i Shqipërisë mbetin klasë, mbetin shqyrtim, sepse një seri vendesh ngritën një seri pyetjesh, të lidhura parazgjithash me akshin, me mediat, me krimin dhe një seri problemesh tjera. Bazuar në strukturën e grupeve të punës në Këshillin e Evropës, mbledhja e radhës e COELAS, që duhet të qartësojë veton e pyetjeve nga ana e shteteve anëtare, duhet të ndodhë brenda muajit mars. Pa një raport pozitiv të IBAR, procesi i anëtarësimit rrezikon të hyjë në një fazë stagnacioni të gjatë, duke e lënë Shqipërinë mbrapa fshinjve të saj në rajon, e sidomos pas Malit të Zi, i cili vijon mbylljen e disa kapitujve. I pyetur pak ditë më parë lidhur me ngecjen e raportit për piketat e ndërmjetme, dhe nëse kjo situatë lidhej me deklaratat kritike të ambasadave të huaja në Tiranë, kryeministri Rama e mohoi, ndërsa tha se është ende herët për t'u shqetësuar.